Ergyll Sagasi, unë që s'kam asnjëlloj them informacionit veçantë për veçatit qytetarëve, ka të paktën 3 javë që është Aratis. Ermal Beqiri është në Dubai, bashkë me Ergyllin, janë në Dubai. Janë tek çunat e Dubait. Ermal Beqiri dhe Ergyll Sagasi, motra e Ergyllit është drejtoresha juridike e Akshit, mos harroni, motra e Ergyll Sagasit është drejtoresha, dhe këta janë një rrjet i rrezikshëm shumë. Është drejtoresha juridike e Akshit që i rregullonte tendrat siç deshte familja. Nuk kishte diskutim aty, po. Ergyll Sagasi me Ermal Beqirin kontrollonin me aparaturat e tyre të gjithë transaksionet e shqiptarëve. Cili do shqiptar që lëvizte, pra, kishin të gjithë databazin e bankave të Shqipërisë, e transfertave të Shqipërisë, dhe kontrollonin të gjitha këto. Parat që plaçkisnin në Aksh, Ergyll Sagasi, Ermal Beqiri, Armand Frangu, përdornin si lavatriçe Çopja, një bashkëpunëtor të Çopjas, jo Francin direkt, po atë që ishte ngjitur me Francin dhe ishte njeriu i Francit. Kjo është e vërteta.